Mirë se vini përsëri për ditën 3 nga 7 ditët e qetësisë. Për të mbështetur ushtrimin e përqendrimit, sot ne do të shqyrtojmë një praktikë të re. Do t'i kushtojmë vëmendje skanimit të trupit. Filloni duke ulur rehat me shpinën drejt dhe mbyllni syt. Pastaj lëreni trupin tuaj të fillojë të relaksohet. Sillni vëmendjen tuaj në frymën tuaj. Vini re se si frymarrja tërhiqet në trupin tuaj dhe se si largohet nga trupi juaj. Ju nuk duhet të bëni ndonjë gjë të veçantë ose ta rregulloni atë në asnjë mënyrë. Thjesht merrni frymë natyrshëm. Tani sillni vëmendjen tuaj në majë të kokës, duke ndjerë çfarëdo që po ndodh në këtë zonë. Ju mund të ndjeni ndjesi shpimi gjelbërash ose dridhje të buta. Mund të ketë ndjesi të forta ose mund të mos ndjeni asgjë. Specifikat e asaj që vëreni nuk janë të rëndësishme. E vetmja gjë që ka rëndësi është të përjetoni çfarëdo që është në këtë zonë. Tani, ulni vëmendjen në ballin, fytyrën, nofullën dhe mjekrën, ku ne ruajmë tensionin gjatë gjithë ditës. Lërini muskujt në fytyrën tuaj të zbuten. Vini re ndonjë ndjesi në veshët tuaj, në pjesën e pasme të kokës. Në frymarrjen tjetër, lini që ndjesia të shpërndahet. Ulni fokusin tuaj në qafë, duke lënë fytyn dhe pjesën e pasme të qafës të zbuten. Vini re çdo ndjesi që lind në sipërfaqen e lëkurës ose më thellë brenda. Tani, sillni vëmendjen tuaj në shpatullat tuaja. Vini re nëse ka tension apo tendosje ose nuk ndjeni asgjë në këtë zonë. Çfarëdo që të vëzhgoni është krejtësisht në rregull. Fokusohuni në shpatullat tuaja. Merrni frymë butësisht dhe lejoni që muskujt tuaj të relaksohen.
Tani, të rishni vëmendje në krahët tuaj, duke vërejtur në çdo ndjesi që ekziston. Çdo ftohësi ose nxehtësi, çdo ndjesi shpimi gjelbërash ose presion, në frymarrjen tjetër lejoni që ato të zbuten. Zgjatni vetdijen tuaj poshtë krahëve drejt kyçeve, shuplakave dhe gishtave. Drejtoni frymën tuaj në këto zona, duke u relaksuar në qetësi. Tani, e jani në zonën e gjoksit, duke vëzhguar ngritjen dhe rënjen e secilës frymë. Vini re se si mushkrit zgjerohen dhe të kurën, dhe vëzhgoni këtë ndjesi. Drejtoni vëmendjen tuaj në pjesën e sipërme të shpinës dhe provoni çdo ndjesi që është atje. Mund të ndjeni intensitet më të lartë, pasi kjo është një zonë ku zakonisht mbajmë stres. Pasi të keni pasur një shans për të vëzhguar atë që është e pranishme, lëreni që ndjesia të shpërndohet. Ulni ngadalë vëmendjen tuaj në mes dhe në pjesën e poshtme të shpinës, duke i kushtuar vëmendjen ndjesive që janë atje. Mundohuni të mos i gjykoni ndjesitë që ndjeni, mos i etiketoni ato si të mira ose të këqija, të këndshme ose të pakëndshme. Nëse vërini ndonjë tension ose ngrohtësi ose shqetësim, thjesht vëzhgoni se çfarë ka dhe lëreni të zbutet. Vëzhgoni çdo ndjesi që lind rreth zonës së barkut kur merrni frymë brenda dhe jashtë. Sillni vëmendjen në fund shpinën tuaj dhe vini re se ku trupi juaj kontakton me tokën ose karikën tuaj, duke vëzhguar çdo gjë që është e pranishme. Fortësinë, butësinë, çdo dhimbje ose ndjesi. Jo, nuk jeni duke u përpjekur të ndryshoni ato që po ndodh. Thjesht vëzhgoni gjërat saktësisht siç janë. Tani, skanoni këmbët, vëzhgoni kofshët. Vini re se ku ata kontaktojnë me jastëkun tuaj ose karikën. Merrni frymë dhe nxirreni frymën jashtë.
Ulni vëmendjen tek gjunjt dhe merrni frymë butësisht në këtë zonë. Vini rreth dhembjet, ka ndjesi shpimi gjilpërash apo presion. Thjesht vini re se çfarë ka atje. Atëherë, lini këmbët të zbuten dhe tensionet të lirohen. Kur të jeni gati, përqëndroni në kyçet e këmbëve, këmbë dhe gishtat e këmbëve. Lërini të relaksohen dhe të bëhen të butë. Bëhuni të vetëdijshëm për tërë trupin tuaj. Përjetoni atë ashtu siç është në momentin aktual. Sa më shumë t'i kushtojmë vëmendje trupit dhe mendjes tonë, aq më shumë do ta njohim veten tonë. Dhe ndërsa ushtrimi mbaron, duke i mbajtur syt mbyllur, tërhiqni vëmendje në tërë trupin tuaj, duke tundur gishtrinë. Kthehuni në dhomë dhe hapni syt ngadalë. Urime për plotësimin e ditës së tretë nga 7 ditët e qetësisë. Shihemi në ushtrimin tjetër.